Pas gati 500 vitesh, mbreti Charles bëhet monarku i parë britanik që zbarkoi në Vatikan. Mbretërit britanik do të marrin pjesë në një shërbesë historike ekumenike në Kapelën Sistine me Papën Leoni i 14 për të shënuar vitin jubilar 2025 të Kishës Katolike. Lajmi është konfirmuar nga Pallati Buckingham, i cili cilëson këtë vizitë si ngjarje historike pa precedent në historinë moderne të marrëdhënieve ndërfetare. Në moshën 76 vjeçare, mbreti Charles III do të bëhet monarku i parë britanik që merr pjesë në një akt publik adhurimi me Papën që nga ndarja e Kishës Anglisë nga Roma në vitet 1530 gjatë reformacionit të Enrikut të VIII. Në shenjë vlerësimi për angazhimin e tij gjatë gjithë jetës në promovimin e dialogut ndërfetar, Papa Leoni XIV do t'i akordojë mbretit Charles titullin konfrater mbretëror të Bazilikës Papale të Abacisë së Shën Palit, jashtë mureve San Paolo, Forit dhe Mura. Ky është një titull nteri shpirtëror që simbolizon një vëllazëri të veçantë me Kishën Katolike, fjalën latine frater që do të thotë vëlla. Për ta ndëruar këtë lidhje të re, në bazilikë është ndërtuar një karrige e posaçme për madhërinë e tij, e cila do përdoret gjatë shërbesës dhe do mbetet atje në mënyrë të përhershme si simbol i respektit të ndërsjellë mes papës dhe mbretit, si dhe krerëve të shteteve. Vizita 2 ditore e mbretit dhe mbretëreshës të mërkurën dhe të enjten ka një ngarkesë të thellë simbolike, pavarësisht se është e shkurtër, ata do takohen për herë të parë me papën që nga zgjedhja e tij në maj. Gjatë një vizite të mëparshme në prill, çifti kishte takuar shkurtimisht papën Francesco, por shumë nga aktivitetet e planifikuara u anulluan për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Sipas Pallatit Buckingham, kjo do të jetë vizita e parë shtetërore që nga reformacioni në cilën një papë dhe një monark britanik do të luten së bashku. Mbretëresha Camilla do vizitojë gjithashtu Kapelën Pauline, ku ndodhen 2 nga freskët e fundit të Michelangelos që paraqesin Shën Pietrin dhe Shën Palin. Të dy mbretët dhe mbretëresha do marrin pjesë në një shërbesë ekumenike në Kapelën Sistina që do fokusohet me temën Kujdesi për krijimin, një temë e përbashkët për të dy liderët.